i dërgimit pranë institucioneve të drejtësisë të asaj që vetë opozita e konsideron si farsë elektorale, por nga cilësia e denoncimeve kanë arritur thuajse në nivelin e një masakre të vërtet. Sot ka folur dhe kreu e antimafias italiane, i cili në një intervistë për kolegen Alba Kepi, ekskluzivisht për Syri Televizion, është shprehur lidhur me shkallën e fortë të ndikimit që ka krimi organizuar shqiptar në mafjen europiane, duke zënë vendin e dytë pas Ndrangetas, por duke vërtetuar nga ana tjetër dhe hijet e dyshimin mbi veprimin e drejtësisë shqiptare në operacionin e famshëm Ura, i cili pavarësisht se urdhër arrestet e kishte të premtuara që në muajin shkurt, u vonua dhe u realizua vetëm pas zgjedhjeve. Sipas Karbones, do ta ndiqni vetëm pas pak, vonesa ka ardhur nga pala shqiptare për arsye përkthimi, për arsye teknike. Çfarë do të thotë një gjë e tillë dhe si mbetet raporti këtyre zgjedhjeve me krimin e organizuar, do ta ndjekim sot. Në studio me mua Antona Bilekaj, drejtori Dosja Pikal, është kënaqësi. Drejtori Droni Pikal, Salini Zangarna tjetër, jam e rrethuar nga 2 dët sot. Dhe Fatjon Gjinajn, kolegun tim gazetar, pak më vonë do të kem edhe Gens Burimin, gazetarin e Radio Francës. Fatjon, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit. Në fakt, Fatjon, unë do doja një raport, i ke qenë në terren sot për gjatë ditës, le të themi, unë do doja një raport të qartë të asaj që ndodh, po themi ne, në SPAK, në dyert e SPAK-ut, edhe në raport me procesin elektoral, edhe në raport me ato çështje, të cilat janë lidhura në mënyrë tërthorë që kanë të bëjnë me krimin e organizuar. Po, ka qenë një ditë e ngarkuar në fakt sot, qoftë në gjykatë, por sidomos në provorinë e posaçme. 20 dita me një raportim mbi një operacion të SPAK në qarkun e Elbasanit, një nga qarqet më problematike të denoncuara. Po t'i referohemi edhe statistikave zyrtare, është një nga qarqet që radhitet ndër të parët, sa i takon kallëzimeve, por edhe numri të posatimeve të regjistruara për krime zgjedhore. Është përmendur që subjekt ka qenë deputeti Luan Dusha i Partisë Socialiste, me mandat aktualisht nga legjislatura që po shkon, por që i pa konfirmuar për shkak se nuk arriti të merrte votat për mandatin e ardhshëm. Sa i takon këtij operacioni referuarin kontakteve të besueshëm, organi hetues janë bërë kanë qenë 2 operacione ose kontrolle të bazuara mbi 2 procedime penale për veprën penale të parashikuar mos gaboj nga neni 328 kodit penal sa i takon kuadrit të krimeve zgjedhore. Janë sekuestruar një shumë parash, do referohemi tek një informacione që marrin në rrugë zyrtare se SPAK është rruar hermetik rreth 200.000 euro, janë sekuestruar disa aparate celulare, ndërkohë që për të dalë tek deputeti që është lakuar sot edhe në media, Luan Dusha, natyrisht që SPAK sa i takon kontrolleve fizike, panesës, por edhe të bizneseve apo zyrave, duhet të kalojë përmes fondit, që nuk është konfirmuar ke qenë drejt për drejt subjekt, por persona që kanë bërë fushat për sa i takon mbështetjes së emrit të tij në listën e kandidatëve të Partisë Socialiste. Pra, Fatjon, listën e hapur. Sepse kishim në mendje me Elbasanin, kishim të lidhur denoncimin që bëri Blendi Himçi, lidhur me atë që ndodhi, po themi ne, me kapje në flagrancë të fletëve të votimit e kështu me radhë, dhe në fillim u mendua që mund ishte një operacion i ndërlidhur me emrin në fakt të një kandidati tjetër për deputet që u përmend, apo siç në mënyrë të vijueshme lideri i opozitës Sali Berisha ka denoncuar për mënyrën se si janë fryrë votat për kandidatë të caktuar brenda Elbasanit. Pra përjashtohen, SPAK-u është duke kontrolluar në këtë anë, pra këtë deputet. Ndërkohë, përveç kësaj, ku po synon tjetër SPAK-u në këtë orë? Po, aktualisht janë disa procedime penale që konsiderohen edhe si të ndezura nga ana e prokurisë posaçme, janë 40 procedime total të regjistruara për krime zgjedhore, dhe ka një element, Sonila, që është ndeshur, nëse prokurorët caktuar SPAK kanë patur si target drejtimin e një task force në 12 qarqet e vendit, shumica e prokurorëve kanë ndeshur edhe një ndoshta nuk e di nëse e kanë paramenduar që do përballesh në situatë të tillë, ku një prokuror i Shkodrës, i caktuar në Shkodër, mund të ketë shkuar dhe kryer veprime hetimore në Korçë, apo i Korçës ketë kryer veprime hetimore në Shkodër për shkak se subjektet politike që kanë hetuar apo persona që përfaqësojnë subjekte politike janë të shtrirë në vende të ndryshme dhe natyrisht
për shkak të metodave që janë përdorur nga organi hetues, janë zhvendosur prokurorë caktuar nga zonat që kanë patur në jurisdiksion përcaktuar për të hetuar në zona të ndryshme. Mund të themi se sa i takon numrit procedimeve është relativisht i lartë. Po. Mund të themi se sa i takon veprimeve konkrete është jo vetëm relativisht, por shumë i ulët. Ka patur goditje të subjekteve që janë personazhe anonim ose subjekte që janë botërisht që janë të koordinuar dhe të orientuar nga persona që në shumicën e rasteve nuk preken, qoftë për të ushtruar presion ndaj votuesve, qoftë për të blerë vota, qoftë për të ndikuar tek orientimi dhe bindja e qytetarëve për të shprehur votën dhe